Mirëdita të gjithëve. Sot do t'ju tregoj historinë e Gloria Polos, një dentiste kolumbiane, docente, e cila teksa po qëndronte të ruhej nga shiu në një pemë, vetëtima i dogji të gjithë organet në brendësi të trupit. E megjithatë, ajo ndonse u deklarua e vdekur mbi jetoj, dhe ajo thot që takoi Zotin dhe vetëm Zoti e shpëtoi. Dëgjojeni sepse është një histori e dokumentuar nga ana shkencore, por dhe një deklaratë e saj vërtet e çuditshme që jeta e saj ndryshoi përgjithmonë nga ai moment. Kush është rastësisht nëse nuk e keni bërë ende, lidhuni me këtë faqe që të shihemi sërish dhe faleminderit që jemi prerë bashkë. Ishte viti 1995. Gloria ishte docente, sapo kishte mbaruar fakultetin për mjekësi, për odontologi, sepse për dentiste, dhe jepte mësim. Ishte vajzë e re, por jepte mësim në një universitet. Dhe një ditë, ajo shtëpia e saj ishte pothuajse shumë afër me universitetin, ishin 2 stacione autobusi për të arritur deri atij. Dhe shpeshherë ajo ikte me burrin e saj, shoqëronte ai me makinë deri tek dera dhe pastaj ai ikte në punë dhe kjo ikte në punë. Mirë po, atë ditë ajo tha, po iki vet. I tha kjo, po iki në këmbë, tha, po i 2 hapa në këmbë. Dhe kështu donte që të nisej. Pa nipi zakonisht ikte me shokët, por ishte pak me vones dhe i tha Glorias, do vi me ty. Shko përpara, i tha, sepse i vinte zor asaj në të vërtet, siç e thot dhe ajo më vonë, i vinte zor që ta shihni në universitet me nipin. Nipi ishte i ciklit ullët, sepse ishte pranë universitetit, kishte një shkollë të vogël, dhe në Kolumbi kjo. Dhe si përfundim, thot, kur shkuan u morë rrugën, filloi shiu, por filloi një shi i dëndur. Ajo hapi çadrën, kishte një çadër të vogël nga ato çadrat e vogël që hapen. Hapi çadrën dhe filloi që të mbrojshin, mirë po ishte shumë i fortë. Shiu, siç e tregon, dhe filloi me suferim, saqë u lagën komplet, këmbët u mbushën plot me ujë, këpucët, dhe kështu që ata u detyruan që të rinin në një pemë. Aty tek ajo pema, pritën sa të qetësoj pak shiu dhe tha, ndoshta do kthehet prap burri, sepse burri iku në punë. Dhe mbase, duke parë që po bie shi, do kthehet të na marrim me makinë që të na çojë. Dhe ndritën ato pak minuta që ishin aty. Nuk ishin as 2-3 minuta siç thot ajo. Në atë moment filluan disa bubullime, por ishin larg, thot ajo. Pastaj një vetëtim e fortë, mu aty ku ishin, tek ajo pemë. Shrap. Dhe një dritë të bardhë pash, asgjë tjetër, thot ajo. Dhe nga momenti që pash dritën e bardhë, nuk ndjeva më asgjë. Me fjalë, rash në tokë. Pastaj, siç e tregon, unë po ju tregoj atë çka ka treguar Gloria. Pastaj komplet zi. Çdo gjë zi. Nuk shikoja asgjë, sikur të isha në një dhomë për të do bësh në një llogaritje. Kështu më dukej. Me kalimin e orëve, një dritë e bardhë u hap në fund fare të një tuneli. Ishte një tunel i kësaj dhome, një tunel po shumë larg dhe kjo dhoma ishte gjigante. Si përfundim shkova drejt asaj drite. Kisha një qetësi marramendse. Nuk doja të dëgjoja asgjë. Nuk doja, sepse nga momenti që më vonë do t'ja u them këtë, sepse ajo filloi që të shihte mjekët. Megjithatë, pash këtë dritën dhe kur shkova, ishte një fush e madhe me njerëz që iknin të gjithë në një drejtim. Plot me njerëz pa fund, miliarda, jo miliona, por miliarda njerëz që iknin gjithmonë në një drejtim. Dhe kush qante, kush u lërinte, kush este me zor, sikur e triqte një energji, me fjalë trupi i tij kështu, dhe me kokë ulur dhe iknin drejt asaj drite. Unë ndjeja qetësi, nuk e di pse, por isha shumë e qetë, thot ajo. Shkova drejt asaj drite dhe teksa po ecnim rrugës, nga krau i majt kishte tym, filloi një tym i madh, me fjalë ishte sikur dilte tym nga toka, por një tym avull. Pastaj u afruam dal nga dal dhe duhet kalonim, thot ajo, një fush tjetër ku ishte komplet me avull, sikur të ishte një avull që ngrihej, me fjalë jo avull si tym si më përpara, po avull total dhe i tymosur rreth 1 metër. Pastaj drejt atij vendi ishte
komplet zi, tymi zi dhe pastaj vetëm flak. Pra kjo ishte nga ana e kraut majt. Disa qenje seleksiononin. I menin një nga një, pa u thënë ti, por i seleksionin, mernin një nga një dhe ishin rreth 3 metra të gjatë. Nuk ishin fytyrë njeriu, ishin të tmerrshëm në fytyrë dhe ishin specie, si thot kjo, dhe po ja u tregoj ashtu si e gjeni këtë, dhe i tërhiqnin një nga një. Unë vazhdova, sikur të kisha një misionin tim, vazhdova rrugën drejt dhe pastaj kur shkova në atë fushën e madhe, aty ishin me mira, ishin ulur në gjunjë dhe ndjeva një peshë të madhe, një peshë të rëndë dhe një zë që më fliste. Ishte zëri nënës i gjyshit tim. Pastaj afrohet, ishte shumë larg, afrohet dhe ishte qëndronte në këmbë, po shumë larg. Unë nuk ngrihesha dot sepse kisha frikë se të gjithë ishin ulur me kokë ulur dhe ishin drejt asaj drite. Dhe të gjithë kishin një mendim brenda, dikush i fliste në mendje. Pastaj filloi dhe zëri që të fliste mua. Ishte një zë i ëmbël, shumë i ëmbël, që më vibronte në të gjithë trupin, thot Gloria. Dhe si përfundim u afrua gjyshi dhe më tha mos ki frikë, vetëm rri pak me mua këtu. Dhe gjyshi tha qëndronte aty. Nga i moment filloi zëri që të më fliste. Ishte zëri i Zotit, si shtregon ajo. Dhe i bëri një listë të gjatë. Unë tha nuk kam vjedhur asnjë gjë, nuk kam bërë asnjë, nuk kam vrarë asnjë kafsh, nuk kam, me një fjalë, unë tha si njeri kam qenë gjithmonë njeri i mirë. Me një fjalë të paktën kështu mendoj. Dhe pasi më bëri që të ndihesha krenare për atë që isha, në fund tha, në qoftë se ti dëshiron, tha, ti duhet kthehesh tha që të mbarosh misionin tënd, misionin e jetës. Kush është misioni i jetës? Mendova unë, tha. Dhe direkt më njohu në mendje, e kuptoj mendimin tim dhe tha, misioni yt është që ti të shpërndash fjalën e Zotit dhe fjalën e mirë. Fjalën e mirë që ti je dhe fjalën e Zotit. Dhe pikërisht për këtë unë do të lej që ti të kthehesh në jetë dhe të vazhdosh jetën tënde. U ktheva, ishte me një fjalë ditën tjetër, më kthyer në jetë, unë pashta mjekët kur u ktheva mbrapshta në atë fush, pash mjekët, shikoja mjekët se çfarë bënin, si çfarë përdorën për të më ringjallur etj dhe ku të gjithë ata që ishin aty, njëri prej tyre thoshte specialisti, thoshte si mund ta ringjall, kjo është komplet e djegur. Dhe si përfundim më mora veten, okay. Tani do t'i them gjën shkencore. Ajo çka ndodhi atje tek ajo pem. Nipi im, thot ajo, kishte një medaljon kuarci, e kishte këtu të varur. Dhe ishte medaljoni që i kishte falur ajo që e kishte pagzuar. Vetë tima kaloi nëpërmjet medaljonit dhe tek zemra e tij. Asgjë tjetër nuk preku. Pra kjo është ajo çka është dokumentuar nga mjekët e atij spitali. Pra nëpërmjet medaljonit të kuarcit shkoi vetë tima jo në kokë, jo në trup, por shkoi në zemrën e tij, dogji zemrën komplet e dogji dhe pastaj shkoi në këmbët e tij, pra në këmbën e majt dhe u shkarkua poshtë. Kaq i ndodhi djalit dhe ai vdiq në vend. Ndërsa Gloria i ra në shpatull, pas shpine, po këtu në shpatull, dhe u dogjën të gjitha organet brenda. Me fjalë pjesërisht, jo total, por pjesërisht. Ju dogjën mushkrit, mëlçia, zorrët, etj dhe veshkat. Dhe zemra një pjesë e zemrës. Si përfundim, mjekët thanë që nuk duhej të kishte vdekur djali i ri. Një shkarkim i tillë i ra dhe asaj. Por nuk dihet se si, por djali vdiq dhe ajo jo. Dhe ajo ishte e djegur në të gjitha organet brenda. Megjithatë, askush nuk e shpjegoi se si ishte mundur një gjë e tillë. Pra si të mund të mbijetoj një njeri
me këto djegje. Dhe tjetra atë që të regon Gloria është që unë u shpëtova, thot ajo, nga Zoti. Zoti më shpëtoi. Unë të gjitha të që pashtot e të regoj vetëm në konferencat e mia, sepse ajo bën konferencat tani në çdo vend ku shkon, ka ardhur dhe në Itali dhe ka mira njerëz ku shkojnë, sepse është një grua e kulturuar. Ka qenë docente, ajo nuk bën më tani docenten, por ajo thot që u dogjën vezët, me fjalë u dojgjë mitra, u dojgjë çdo gjë dhe si përfundim ajo lindi fëmijë. Ajo askush nuk e shpjegon se si mund të lindësh fëmijë, lenjer që një gjok se ka të hequr dhe nuk ka patur asnjë problem që në atë kohë dhe deri sot. Dhe pyetja ime është, çfarë ka atje jashtë që mund të shpëtojë një njeri nga një djegje të tillë? Ju çfarë mendimi keni? Mundet që të ekzistojë vërtet Zoti? Pra mundet që të ekzistojë një qenie që ka krijuar çdo specie, çdo njeri, çdo kafsh, çdo grims, çdo qelis të vogël dhe ta ringjall atë apo ta shpërbëj si të doj? Ju çfarë mendimi keni? Mua më ka lënë pa fjalë, sepse flisja me një shoqen ton, që ajo ka qenë në një nga këto konferenca, se ka patur edhe kjo shoqja ajo një problem të rënd. Në fakt, edhe kjo ishte deklaruar e vdekur klinikisht, dhe ajo e beson. Për më tepër, shkon në këto konferenca shpesher, dhe thot që kur shkoj te Gloria, thot, ka diçka, thot, sikur ka afër saj, thot, diçka të mbinatyrshme, mënyrën e të folurit dhe ato që thot të prekin në shpirt, thot, dhe po ta shikoni, thot, të gjithë ata që janë aty thonë të njëjtën gjë. Dhe ndaj ka dhe me mira njerëz çdo herë që kjo Gloria Polo bën konferenca në çdo vend ku shkon. Megjithatë, në qoftë se dikush nga ju mendon që nuk ekziston, të më japi prova që nuk ka ekzistencë të një Zoti. Dhe ju që jeni të bindur, pra që ekziston, do të dëshiroj një koment. Do t'i lutesh, një koment vogël. Sepse janë pikërisht këto argumenta që na bëjnë që të ndihemi mirë dhe njëkohësisht na japin jetë. Na japin jetë sepse jeta është e brisht, është e vogël. Shiko, po mendoja sepse doja të shtoja diçka, ndonse është pak vonë tani, por se duam t'ikim dhe në punë. Por unë se kam thënë asnjëherë, kam patur eksperiencë personale shumë të çuditshme, nuk e kam thënë këtë dhe nuk mundem ta them, por di një diçka, në rreth 10% të popullatës në botë, secili ka patur një rast të çuditshëm që nuk di ta shpjegoj. Për shembull, ju, a keni patur në një rast misterioz që nuk dini ta shpjegoni? Shpeshherë më shkruajnë, ndaj po ju them, sepse disa edhe ngurojnë që të më shkruajnë. Ose ngurojnë që të thonë, po mirë, ç'pun kam unë, ti them atij apo. Këto janë sekrete që secili duhet të di, sepse duke diskutuar së bashku pa dyshim diçka mësojmë. Kalofshi bukur dhe një ditë mbar pres komentet tuaja.